Ne në këtë studio, jo rrallë herë kemi diskutu për problemet të ndryshme të cilat mundeme me i pas, qof ato shëndetësore, do të thot fizike, po ashtu edhe mendore, emocionale, dhe jo rrallë herë kemi diskutu edhe për problemet me ankthje. Ndoshta kjo, sepse është pak më e shpesh, sidomos viteve të fundit, për shkak të rutinës që cilën e kemi, për shkak që çdo herë jemi në nguti me kohën, po ashtu garojmë edhe me inzon krejt, ndoshta me qenë të barabartë po ashtu në shoqëri, edhe problemet dhe situatat të tjera cilat përballemi në jetë, na bëjnë që ndoshta jo në atë moment, po pak më vonë të na shfaqet një lloj stresi apo një lloj ankthi, e që kur nuk menaxhohet pastaj nuk është mirë. Dhe ka raste kur persona të ndryshëm shkojnë dhe kërkojnë ndihmë patjetër te profesionistët, shkojnë te psikolog apo edhe profesionistë të tjerë të shëndetit mendor, sidoqoftë tash në Kosovë, tash e disa vjet funksionojnë edhe grupet mbështetëse për ankth, e që e kemi një organizatë jo qeveritare, grupet mbështetëse për shëndet mendor të Kosovës. Ne diskutojmë çysh formohen këto grupe, kush mundet me marrë pjesë në këtë grupë mbështetës, edhe detaje të tjera, sa është shtuar numri, a ka të interesuar apo jo, ndoshta shpeshherë për dikë mundet me qenë problem me u hap apo me shpreh ndjenjat, edhe atë se çka po e përjeton me një person, e në grupe mbështetëse është më e vështirë apo është më e lehtë, do ta kuptojmë këtë bashkë me Rita Zhupin, që është drejtoresh ekzekutive dhe është këtu me ne në studio. Mirëmëngjesi, mirë se na keni. Mirëmëngjesi, faleminderit juve. Është shumë kënaqësi që të kemi në studio. Vjen mirë që po zhvillohen grupe të tilla, me të thonë drejtën, unë për vete nuk është se kam pas informata për një gjë të tillë dhe uroj që ata të cilët kanë pas problema apo po përballen me ankth të paktën të gjejnë një zgjidhje. Na trego pak për organizatën, ç'është shkar si ide kjo organizatë qeveritare? Organizata, do me thonë, u formu para 4 vjetëve, ka qenë 2021, edhe në fillim ka fillu si një event një herë, do me thonë, ka pas me qenë vish një mbledhje. Po prej asaj, të e pa kërkesën e madhe që e kam, po sidomos street, kena pas me një farë mënyrë një lloj dëshire të këtë komunitetit që kanë thonë, apo dhe krijoni se një organizatë dhe vazhdoni mi majtë qëto grupe si janë për një me diçka shumë e mirë. Edhe themelust jam, djena do me thonë, tri të rinë në këtë rast, e kena themelu organizatën edhe prej atëherë dëshira jonë ka qenë me pas shëndrueshmëri. Do më thonë me fillu një grupë mbështetëse dhe mos munal, do më thonë mos më konë, jena mësu me OJQ-a që e ka një aktivitet edhe mandej, do më thonë hupin, nuk vazhdojnë kur gjë. E na shumë këna dash me majtë që ata që bot një grupë, dhe javën tjetër e ki grupin tjetër që me pas një ndjenjë të sigurisë edhe një shërbim pa pagesë në këtë rast që bohët për komunitetin. Kur ka fillu organizata, na nuk kena pas fonde, do më thonë, pej pareve tona i kena nëzirë, se kena thonë nëse i bojna disa aktivitete dhe për një me njerës janë nisin me parënësin, mande kena me pas edhe mbështetje ma shumë institucionale ose ma shumë fonde, po i ka dut një kod dhe sa ka ndodhë kësan. E tash ka ma te për të interesu me ju ndimu në njërë që jo me vazhdu me grupe? Organizata më me thonë që ka shkum një fazë tranzicione, do më thonë edhe pësë është themelume që 4 vjetë, mu me thonë që vitin e fundit e ka marra që me thonë boostin nalt, edhe kjo ka ndodhë për shkak edhe mbështetjes tash edhe njerëzve që janë ma senior edhe ma ekspert në këtë fush, për shembull Suzana Lutolli, ajo është trajnere vjen me 20 eksperiencë që ka në Londër, si psikologe, si leader, si coaching trainer, trauma healing practices, edhe ajo, po më nëjë sidomos ajo ja ka dhonë shashin një ftyrë edhe një për një struktur ma shumë organizatës. Po, tash kena fonde, edhe pse nuk janë shumë të mdhaja, po munohëm me qato me ju japë si shërbim sa ma shumë vetave. Atër, na të rego sa grupe diri tash që janë, dhe ta sqarojmë për ata që përnashojnë, që në këtu grupe mund të shkoni do të pa pages. Nuk ka nevoj, të janë seanca grupore që mbahen, po që nuk ka nevoj me pagu. Esakt. Nështë ta me spjegu për mas pari formatin. Në më thonë, na kur nuk dojna me, si me thonë, me hekrëndësin e terapis individuale. Psikologët për shkak se aje ka totalisht një rol tjetër edhe shumë e rëndësishme me egzistu si shërbim, po na të e pa dhe kostot e nalta që është terapia individuale, psikolog që kam rrit dhe në 40 euro që është ora, na kena thonë, po hajtë ta bojna një metod e cila është pak ma, dhe më thonë, një person që e ka një problem, të im një mu një personi tjetër që mund të me pas një problem të ngjajshëm. Kështu që najherë edhe kena pas njerë që kanë ardhur dhe kanë thonë, kum shkun të psikologu, po nuk më ka një mu, si jom një shumë e izolume, unë edhe dikush të folë me një dhomë.
dhomë. Po kështu kur po jam me një grup edhe pe njët njëjtin halë, pe thëmë, po ngëj prej tjerve, pe kom një ndjenjë tjetër. Ndjesh ndoshta e kuptuar ose i kuptuar edhe nga se krejt e dina që nuk jena vetë, krejtojna nuk je vetë, po ndryshë është kur jemi një dhomë edhe e shet që për një me nuk je vetë. Që ke ka bon kështu një, e ka efektin, për një me në tamë shumë mirë. Grup moshat, qysh adalojnë, apo janë kryesisht të rinë që janë ma të hapur rreth ndryshme? Unë ku menu që shumë gatë kena menajt koncentru në vishte rinia, se kom thonë vish, kjo grup mosh është i hapun dhe i grupeve mbështetëse, po në fakt qashe kena hap një aplikim 3, moshat mas shumë të që kanë apliku kanë qenë 30, 40, kena 50, edhe ma ndi që kjo veqe, dhe më thonë, e shtërë në shtatë presionin të na që duhet me formu grupe ma shumë, duhet me pas grupe 3, duhet me pas grupe të ndryshme, të lojshme, edhe po për neve shumë më nej, jo knatësi, po në këtë rast motiv për me... që me vazhdu jo edhe më tutje. Ju tha që këni hap një aplikim, ku hapën, ku mundën me ju gjitë, a ka diçka kriter që duhet me plëcu për me marrë pjesë në këto, dhe pastaj ju si ndani këto grupe, që është bëhet ndarja? Do me thonë, këto grupe kur kanë fillim kanë qenë për trinj, hala është fokus grupe, do me thonë, është për trinj, po disa grupe të reja që kena mi fillu, për nëntorit edhe djetorit, kam në pasë edhe tema, si për shembull menopauza, ose activism burnout, do me thonë, lodhja e sidomos njerëzve që janë aktiv në shoqërinë civile, ose shtëpia të sigurta, ose këta që pëmënej kanë punë me raste pak edhe matrona, kështu që shkon deri tash, kena marrë shumë aplikime, vetëm me postimin që kena bon Facebook, e kena një link, edhe është një Google Form, edhe në të është shumë aplikimi e thjeshtë, i ripim dhonat personale, veç për shkak që sigurie, edhe është një form e konfidencialiteti që në nshkruen, që qka do që folët mrejna grupet rena të, edhe dhe më thonë me kriju qatë sensin edhe realitet, dhe më thonë hapsiren e sigurt, dhe më thonë kjo është, nëse dikush që interesum, na e kena formën në postimin të shjot fundit, po të para fundit, është një link me informata shumë thjeshta emrin emri mosha, vend banimis, për me kompenzu edhe rrugën, edhe kjo është. Çdo herë vendosët një temë cilën do të diskutohet, apo shkon me rend me i tregu me atë se çka po përballet secili? Çu zhvillohet brenda seanca? Do me thonë, për momentin tema është ankthi, grupi aktiv është i ankthi. Çu funksionon kjo është për brenda që ati grupi na mundohemi mbajt njerëz të njëjtë që mandi me trajtu tema të ndryshme, po nuk i dihet gjithko pjesëmarrës të ri, dikush smunët me ardh, po çaj është qëllimi. Çu funksionon është kur vjen, do më thonë, e kik shumë me njëherë informatën që nëse dënë me nda, diçka mund është me nda, nëse nuk dënë, mund është veç me ngu. Një histori për grupeve të kalume, ka ardhë në pjesë martës dhe 4 grupet e para që ka ardhë, nuk ka folë kur gjë, në grupin e 5, ja ka njësa, bëden që e ka lëzën që derisa qirohen. Jo, derisa të hapët edhe me të të. Sakt, e për që ata më thonë grupet janë që ne zakonisht, dhe më thonë edhe si moto jonë është më thonë lidhemi në formë të rrethit, që me më konë qështë si ma connected, edhe në qatë formë të rrethit, nuk shojnë a një ka një, për nëse dikush ka diçka, e bërë një pitë më thonë gjithmonë ka psikolog, edhe dhe më thonë facilitues ekspert për këtë temë. Ne këna mbajt edhe një trajnim të facilituesve specifikisht për grupe mbështetëse. Dhe më në këna trajnu psikolog, se ndryshe është me marë përgjëjsim për nështë 20 persona që atë, ndryshe është kër e ki fokusin veç dikon. Atër, për psikologët, a dijen kusht tjetër përveç zonjës cilën ju e përmendet edhe ma hera? Na në faktin edhe bashkëpunim shumë të ngusht me qendra për informim edhe përmirësim social, dhe më thonë, ata edhe na kanë bështet shumë edhe me hapsira, edhe me resurse humane, dhe më thonë shumë prej trajnuerve dhe shumë prej stafit, të ne gjithmonë kena qenë shumë të një lidhje simbiotike ndërmjet neve, dhe më thonë edhe ata i kam pru ekspertat e vetë, edhe na kena shku nëse ka pas diçka, kështu që edhe me ta i kena, nuk po du me përmendu shta emra, se ata janë edhe shumë staf, po gjithmonë një falenderim për Bindskejën, që edhe e ka një mu këtë proces dhe resa kena fillu edhe me qarkullu fonde ma shumë. është mirë kur dëgjojmë ndajme të tilla, të cilët të bashkëpunojnë pra edhe organizatat jo qeveritare, në mënyrë që një shoqëri të jetë një shoqëri e
e shëndosh në krejt aspektet e kam fjallën dhe bindim po ashtu e kemi pas edhe disa herë mysafir ku e ka tregu edhe atë pjesën dhe vullnetin e ti e po ashtu edhe të vetë qendrës dhe krejt vullnetarëve tjerë cilët punojnë aty. Ju si të ri, me qënëse keni ardhë me këtë ide, ju vetë keni qenë në fushën e psikologjisë, apo krejtësisht diçka tjetër, apo keni pa ju vetë të nevojshme për vetën e juj, që shka lindë pastaj si ide? Po, është shumë interesant. Dhe më thonë, është shumë interesant se themelus organizatës nuk kanë lidhje me psikologji. Dhe më thonë, themelusve njënë, dhe më thonë, njëm ekonomia dhe politik, themelusja tjetër është shkenca kompjuterike dhe tjetëri është jurist. Po me nëjë që ke bënë që ka të speciale që ta, se nuk jena njerë që jena të fushës, edhe kena thonë, hej, po jena shumë njerë jashtë fushës, që e bina ekspertizën tonë në fusha tjera, edhe thojna krejt po bohën bashkë për që temë, së është, dhe më thonë, me nëjë që ke ka bohë dhe që ka që diverse dhe që ka që të bukur, kejtë që ta, kër u themelu, qysh ja ka nisë në fakt, është që kjo, ma shumë prej filmave, dhe më thonë jena inspiru, kena qenë me një aktivitet për komplet diçka tjetër. Dhe më thonë, esenca aktivitetit ka qenë me mendu një projekt për komunitetet. Ashtë, kur kemi qenë tullën si pjesë marës, e unë e vrejsha, thësha, po të për nuk kena tu marë me qëta, po kretë po këtë regojmë që kam bujavën e kalume, njëni po të ankot për detyrat shpis, njëni po ankot dhe vishë kena thonë, okej, që ka nëse bujna një hapsir, vish që kjo me ndodhë, dhe bëden, mos më bu që kjo, mandi me dut me ndalë me forcë për më fokusu në punë. Në punë të tjera, po, e kuptoj. Me u këthy në realitet. Në realitet, e saktë, e inspirimi ka qenë që kjo. Edhe tu e menu që tash po botë shëndeti me ndorë, që e thadhe të somë gjithmonë e ma shumë një prioritet global. Mas Covidit, kena pas aplikime, dhe më thonë një link i thjesht, me një Facebook që ka pas zdias 100 followers, dhe më thoni kena marrë 200 aplikime. Në aplikime dhe ka qenë mas Covidit që edhe vrejhat nevoja. Nevoja që ka qenë atër. Dalot në diçka në basë gjënisë? Po, kisha thonë që po, ma shumë kena pjesëmarë se gra që janë të interesume, ma shumë, po jo, ka tash po shëndën edhe numër, po, e kena një, jo, balans, ka gjdo grupë edhe munohemi me majtë, ka nga të dyja, po, apëtin, të e menu gjatë 4 vjetëve, ka pas pak ma shumë gjithmonë interesëm. Tu seanca zgjasin 1 orë, zgjasin më tepër? Qëllimi jonë është me zgjatë, me vendos një pikë nisje dhe mbarimi, po, jo, për shembull, seancën e fundit kena thonë që zgjat 1 orë, hajt, ka zgjat ma shumë se 2 orë, dhe nuk kena mujtë me nalë se është shumë organike, kur janë nisë me një rreth dhe folë, dish nuk mundesh me thonë, u kryja, bëden e lëndi këm pa folë, është pak, që me thonë kjo e ronë nështë ta për trajnerin, edhe kush e mbanë, po qashtu bonë efektive. Gjithë kanë qenë qështu, gjithë ja ka nisë për 1 orë dhe kanë vazhdu. është zgjatë orare dhe më tepër. Uroj që krejtë ata të cilët marrin pjesë shumë në seanca individuale, por edhe në seanca grupore, mbështetëse që shmbohen të ashtu grupet mbështetëse, të kenë sukses, në mënyrë që të ndihen edhe më mirë edhe të trajtojnë edhe ankthen, por ndoshta edhe probleme tjera me cilat po përballen. Po kur flasim për ankthen, është mjaft shqetësuese qysh mjaft shumë flitët, po ashtu edhe mjaft shumë do të po përballen njerëzit me ankthen, besoj që ka të bëj me jetën e përditshme cilën e jetojmë, ndoshta edhe me paragjykimet e tjerëve që mundemi me i pas dhe stresin cilët ndoshta edhe shpesher ja japin vetës. Besoj që kryesisht janë të interesuar për këtë pjesë, apo ka dhe të interesuar edhe për problemet të tjera? Na në fillim, kur i kena kriju grupet mbështetëse, kena pyt. Dhe më thonë, nuk është që kena formu grupe për bujna një grupë për ankth. Na kena dash me mësu edhe mi u përshtat nevojave që janë. Dhe kena pyt qëfar grupe po doni me formu. Grupet cilat kanë marrë mas shumë t'i vota dhe kanë fillu atër para 4 vjetëve, ka qenë grupi për ankth, grupi për LGBT community, edhe ka qenë grupi për ngacmime seksuale. Dhe më thonë, qëto kanë qenë grupet më të kërkume. Tash normal kena fillu edhe në grupet të tjera, po atëherë, tash nështë ta nevoja ka ndru, po thëmë, kër e kena fillu, po thëmë tash para 3 vjetë e diçka dhe kër kena pytë që ka qenë, edhe kena mbajtë në fakt, po ka qenë shumë shtirë pa fonde, mi majtë 3 grupe gjdo javë, bëden, martë e ejte kanë qenë kështë pa tjetër, po mandi grupin e tretë ka qenë shumë shtirë dika me, a bëden kena qenë, atëherë asë nuk kena qenë më të punësum, që mojnë men, se kej 3, edhe mandej, vish ka qenë shumë hapsira, shumë probleme siguru hapsira publike, papages. Ta shë kene të sigurta krejt këto?
është i njëjta hapësirë ku mbohen edhe... Na, alo, po nërman që kena nevoj për ma shumë hapë, kena që e spjegova të qipse, na e mbojnë atë hapësirat e tëne, po normal që jena në gjithmonë kërkim të hapësirave pa pagesë, që janë publike dhe që janë sa ma të qasshme. Am dhenë që nuk jam shtirë këtu dikujt edhe me ardhe dhe mandi ata po s'pegjej rrugën, ku është këtu sa ma në qendër, po është gjithmonë ma mirë. Po ta që na mu zgjerodhe në komuna tjera, kena me bo edhe grupe online, dhe më thonë sa ma shumë ju japë njerëzve që kanë nevoj mundësin. Sepse ka të interesum ju veç prej krye shtetit. Normal, e për që ato e bën duan qasje, sidomos në temat të tila, edhe në grupe të tila. Rita, faleminderit shumë për kohën, faleminderit për të informata, uroj që edhe ata shikus cilët e kanë ndjekë këtë intervistë, ta dinë që po mbahen grupe të tilla, uroj që t'ju kenë ndihmu edhe ti ketë shërby kjo intervistë dhe atyre që ka pas nevojë. Po ashtu ju përgëzoj shumë për punën cilën jo, po edhe dy të tjerët po e bëjnë, po ashtu edhe trajnerët dhe psikologët. Shumë kënaqësi që ju Faleminderit shumë. Faleminderit.